sardelet, po apo jo? A janë sardelet një burim i proteinave me cilësi të lartë? Po. Të pasura me yndyrë të shëndetshme? Po. Një burim i mirë mineralesh? Po. A kanë sardelet nivelet lartë të mërkurit? Jo, sepse janë peshq të vegjël dhe jetojnë shkurt. A mund të ndihmojnë sardelet personat me epilepsi? Po. A e ulin kolesterolin? Po. A e rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak? Po. A e ulin rezistencën ndaj insulinës? Po. A ndihmojnë në uljen e dhjamit në mëlçi? Po. A janë sardelet në kanaçe më të këqija për shëndetin se sa ato të freskët? Jo. A e përmirësojnë sardelet shëndetin e mikrobiomës së zorrës? Po. A e ulin inflamacionin? Po. A e stabilizojnë tensionin e gjakut? Po. A janë një burim i mirë i selenit? Po. A janë yndyrat omega 3 në sardelet shumë të përthithshme nga trupi? Po. A të shëndoshin sardelet sepse janë të yndyrshme? Jo. A janë sardelet pasura me lëndë ushqyese dhe energji? Po. A ndihmojnë sardelet në mungesën e vitaminës D? Po. Po më mungesën e vitaminës A? Po. A përmbajnë sardelet substanca që prishin sistemin hormonal? Jo. A janë sardelet një nga ushqimet më të shëndetshme që mund të hash? Po. Sa sardele mund të ha për të marrë përfitimet e përmendura më sipër? Një racion që është 100 gram të paktën 2 herë në javë do ishte fantastike. Më lër një koment nëse të ndihmon video si këto me po ose jo dhe mos harro të ndjekësh. Ditë të marë.